Përshëndetje të dashur mësues, gëzuar festën e 7 marsit. Ne kemi përgatitur një aktivitet që shpresojmë që ju pëlqej shumë, por përpara asaj, dua të ftoj drejtoreshën e gjimnazit, mësuesen Vjollcën, që ta thotë 2 fjalë përshëndetje. Faleminderit shpirt, faleminderit shumë, lule e pa që jetën. Në këtë ditë të veçantë, gjirastit, të uroj mësuesit gëzuar festën festike të 7 marsit. Suksese në punën tuaj, aq të bukur, e cila na bën të ndjehemi krenar për ato çfarë ne bëjmë për nxënësit tanë. Uroj nxënësit suksese dhe dalshin gjithmonë faqebarë. Aktiviteti i sotëm i kushtohet mësuesit, një figurë e ndritur, ndërshekuj, e cila brez pas brezi ka përcjell ato çfarë është shumë e rëndësishme për zhvillimin e mëtejshëm të vendit tonë. Faleminderit nxënës që shkëlqeni gjithmonë dhe na bëni të ndjehemi shumë krenar për ato çfarë ne kemi përgatitur. Faleminderit. Shfaqja që ne kemi përgatitur sot për ju është e titulluar Mësues sa epër me vlerë. Ju ftojmë ta ndiqni. Lumja ti, moj korçë lule, që le pas shoqeve tua, si trime në ballë sule, ka paçi për jetë tua. Unë jam Adeli Sotiti, jam drejtori i shkollës së pashme. Unë studiova për mjek, për shkova profesionin tim për të shkruar gjuhën dhe shpirtin e komplet e tij. Ndaj drejtova shkollën e pashme. 450 vjet, kërkuan të na punoj, duke na marrë gjuhën. As sa mohet nëna, as mohet dhe gjuha. Dhe sa të roj nëna, do të roj gjuha shqipe. Unë jam Petronini Luarasa. Kisha do të dojë e teki. Po, i thash të spote. Sot e dhe spote. Abendari me gjilari të kape, faqe për faqe. Shkollë dhe follo, për shqipe të tonë. Nuk mund të shuani një popull. Shkolli për ngoshet popullit dhe ne do të imbrojmë me jetër tonë. Gjuhën e kemi tonë, të vitër dhe të thyrë. Nga përendjesën që të arruem të shkëqyrë. Unë jam Gjersim Qiriasi. Unë dhe mëndra ime këtë një për shkollën e Vasha. Faqu i pasim, paguj, pavesh. Por Shqipëri do të shpëtojnë, vdekjen e kemi pranë, për është vdekje vogël. Vdekja e madhe, ajo që rëmbet popër. Ajo zdo të arri kur. Unë quhem Sebasti Qiriasi. Kur unë dhe i vëlla, hapëm skolinë e parë të Vashave, një nën më tha: unë nuk ta jap çupën, por do ta rris dhe do ta martoj ashtu si çdo njerëzia. Dhe unë i thash: moj nën, po edhe unë jam çupe dikujt. Por me shkollë, vajza do të bëhen nëna më të mira, sepse më mëdhenj ato e edukojnë. Dhe ja, sot ja arritëm. Profecinë e rilindasve e realizuam. Më mirë, kjo është pragu ynë, shërbej këti pragu me dije. Ju mësuese dhe mësues, pasardhësit tanë, çdo ditë e bëni me dashuri misionin më hynor në botë. Mësuesin.
Amanetin e najimit, vëllezërve frashëri dhe rilindasve, ne po e lartësojmë çdo ditë. Gjua jonë, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e vlerë, sa e bukur, sa e vlerë. Kartolina tona përcjellin për ju mirënjohje dhe respekt. Buqetja e parë është për gjuhën e letërsive. Gjuha e shkruar e letrave përcjell ide, vlera, emocion, ligje, shpike, arkëri dhe histori. Ndaj, përkëndetini atë me dashuri dhe dije. Na përsisni çdo ditë me patos edukimi. Si mund t'i thuash bujku çfarë ke bërë, kur mbjedh fara në arë, sot fara nuk duket, por do të mbi. Në mos ne, do t'akorim brezat e arqëm. Shqipëria do të bëhet, ateu tuet, jo së është i madh, por së është i joni. Sa më mirë të nërë histori, ashtu të bukur për marmori. Mirënjohje për mësuesit e histori geografisë, që ne duken çdo ditë me ndjenja detare dhe progresiste. Shqipëria
Ju do të mësoni të ulëmtoni me kreshtre, dhe të parë për një jetës 100 vjet përpara. Ky mesazh përcillet nga ju çdo ditë, me frymën e shenjtë me dorën në zemër. Përvojeni përpara jush duke u thënë: Do të ndjeni krenar për ne. Gjithashtu, ato në mësojnë si të mos përfshirni në delirën e madhështisë, të mos bien prej lëndëve narkotike dhe sjelljeve devijante. Mësuesi në klasë kanë thënë: Unë nuk po ju edukoj ju, por fëmijët, niprit tuaj. Çdo ditë, përpara se të flini, pyesni veten: Ku do të jem pas 20 vitesh? Ju falenderoj të gjithë ju mësues, të cilët çdo ditë na edukoni në formë dhe përmbajtje dhe na mësoni që ne ta shquajmë jetën shkencërisht. Sidomos mësuesinja. Jeta, mësuese, jeta është sistem ekonomik në formë piramide. Kur mos lejoni të bie baza e saj, do me thonë fabrikat, uzinat, kombinatet dhe fermat, sepse pa to nuk funksionon arsimi, kultura, shkenca dhe shteti bie, mirërohet shoqëria, familja, individi në shpirtin e materë. Dhe ne, po ju dhurojmë lutet të cilat përcjellen për ju Aromën e krenarisë sonë.
shumë në opor. Mësues kemi me shumicë, për të rreme sportive hiç. Duan pra, kërkoni zotin, e ta bëjmë mësimin kalike, dhe ne të bëjmë jo vetëm të fortë, por edhe të bukur dhe të ditur. Linda Signori Shua sa me krasë shkruar. Nëse do të vjedhësh për një vit, një nisër dhe grur. Nëse do të vjedhësh për gjithmonë, një arsim dhe kulturë. Faleminderit mësuesi i dashur. Ti je shtylla, je fryma, je shpreza e luminizmit shoqërisë sot. Gëzuar 7 marsit, mësuesit më të mirë të Asnjëherë.